Titujt kryesor të gazetës 77 News e përditshme informative. Botues Partia Lëvizja Shqipëria e Re. E mërkur 2 tetor 2013. Mendimi pozitiv. Njeriu, thelbi i elementit jetësor. Shoferët, të mos përdoret korsia autobusëve nga makinat e tjera. Në faqen 2 në rubrikën Aktualitet Elbasan, rruga e Krastës drejt përfundimit. Qyteti Kukësit mbulohet nga tymi. Në faqen 3 në rubrikën Aktualitet Has, vazhdon gjuetia e pakontrolluar. Korçë, qendra e qytetit shndrohet në vend parkim. Në faqen 4 në rubrikën Drejtësi dhe Solidaritet, shoferët, të mos përdoret korsia autobusëve nga makinat e tjera. Në faqen 5 në rubrikën Drejtësi dhe Zhvillim, Hikmete Meha, pije pa alkool për një jetë të shëndetshme. Policia e shtetit, procedim penal për ndërtimet pa leje. Në faqen 6 në rubrikën Kuriozitete e Argavani, bima e parfumve. Ulliri, një ushqim me veti kuruese. Në faqen 7 në rubrikën Turqia, Erdogan zbulon paketën e demokratizimit. Turqia dënon sulmet terroriste në Pakistan. Në faqen 8, 77 Energji. Ishin këta titujt kryesor të gazetës 77 News.